Sot në studio kemi një artist që jep emocion dhe frymë çdo korde. Ai është Redi Toska. Redi, përshëndetje dhe mirë se erdha. Mirë se vjen. Atëherë, para se të nisim me prezantimin, unë doja të di se si lindi dëshira jote për violinën. Dëshira ime fillimisht ka lindur si diçka, domethënë, që në fëmijëri, domethënë, që 6 vjeç ka nisur si gjë fillestare. Duke parë thjesht në televizion, duke parë orkestrat e radio televizion shqiptar, orkestrën e operës, dhe të gjitha ka qenë pjesa që më frymëzova fillimisht dhe kisha dëshirë të blija një violinë. Ma blem prindit dhe fillimisht e mora si lojë, domethënë, nuk është se nisa që të luaja tamam. Nuk është se isha në shkollë muzika apo ku diun. Dhe kaloi ja 2 vite dhe pastaj drejtori i shkollës që kam pasur sepse unë me origjinë nga Roskovesi i Firit, dhe drejtori që kam pasur në shkollë aty më ka çuar tek liceu në Fier dhe aty kam nisur komplet dhe pjesën e violinës, kam nisur komplet dhe shkollën dhe çdo gjë tjetër. Thuhet se violina është instrumenti më i vështirë për të mësuar. Po, sa kohë të është dashur realisht për ta mësuar dhe pse është instrumenti më i vështirë? Violina nuk ka fund asnjë për të mësuar. Sepse gjithë kohës është të dini një pjesë e re ta mësosh patjetër, sidomos te pjesa klasike për shembull janë shumë herë të vështira. Ka shumë gjëra domethënë që nuk ka arrin dot të mësosh. Është gjithë kohës domethënë nis që 8 vjeç deri sa ti e mbyll si karrierë domethënë. Nuk ka asnjëherë fund pjesa e mësimit të violinës. Ama si hapat e para, maksimumi të duhen të paktën 2-3 vite që ti të hysh të luash pjesë minimale. Edhe në pjesën e shkollës, te pjesa e liceut, gjitha gjërat është minimumi 2 vite që ti të hysh të luash diçka pjesë më thjeshta, për shembull që në pjesën e luajmë në shkollë është kjo Twinkle Twinkle që niset që në hapat e para, domethënë pjesat e para që mësohen në violinë. A ke pasur momente ku ke menduar ta lësh fare? Po, ka pas. Pse? Sepse më janë dukur shumë pjesë vështira, ka qenë plus pjesa e shkollës pjesa klasike janë shumë vështira. Edhe doli pak nga qefi plus hyri pak pjesa adoleshencës, pastaj domethënë që ka qenë ke klasa e 9, që hyn kalon vit parë, pastaj aty që pjesa adoleshencës dhe normalisht kanë qenë ato ulje ngritet tona domethënë që kemi pasur gjithë kohës. E kuptoj. Si artist, si ndihesh kur kalon nga interpretimi i kryeveprave klasike në scenë serioze? Është diçka tjetër, domethënë është komplet tjetër nivel, domethënë çdo gjë arrin emocioni është komplet tjetër gjë, domethënë sidomos të lush nëpër skena shumë të mëdha të pjesës klasike është një emocion që nuk e përshkruan dot. Në fakt, më doja të di sa e vlerëson tregu sot një këtë lloj instrumenti, violinën. Tu në Shqipëri nuk vlerësohet, shumë pak, sidomos te pjesa klasikeve një nuk vlerësohet fare, është të mërësisht keq domethënë, klasika. Kurse pastaj unë si profesion tjetër merrem edhe pak me pjesën e eventeve, me pjesën e muzikës live, edhe normalisht aty ajo do të është një opsion tjetër që ne mund të merremi si punësim. Cilat mosha e preferojnë më shumë violinën? Fillojnë domethënë moshat nuk është se kanë një moshë specifike, po nis domethënë që nga fëmijët për shembull që janë fillestar, që janë nga klasa e parë deri në klasë 5 maksimumi, që është ai preferenca shumë e madhe. Pastaj e kupton që është shumë e vështirë si violinë, si instrument dhe të realizohen pak domethënë. Edhe e mbyllin pastaj, domethënë ka shumë veta që maksimumi deri në klasë 5 e vazhdojnë dhe nuk e vazhdojnë më pastaj. Pse? Sepse është shumë e vështirë, ka shumë teknika, shumë gjëra, domethënë sepse është dhe instrumenti pa temperuar quhet në momentin që ai nuk ka taste, nuk ka notë specifike. Te pjesa e violinës ne do të punoj shumë veshi. Sepse është lëvizje milimetra, në momentin që ti shtyp një notë, dhe ti nuk e ke vendosur saktë, ajo del notë tjetër komplet. Sepse është instrument pa temperim. E kuptoj. Përveç violinës, ke luajtur ndonjë instrument tjetër? Jo, kam nis pak piano, por që nuk është se kam vazhduar akoma. Nuk të pëlqen asnjë, nuk e gjen vetëm në instrumente të tjera? Jo, e gjej, ama nuk kam pasur kohën, sepse nuk kam pasur kohën nga pjesa e violinës dhe nuk e kam arrit dot, ta mësoj. Për çfarë je penduar më shumë që ke nisur këtë? Për asgjë. Ka qenë në gjithë rrugtimin im jetës time, ka qenë violina. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur? Familja. Ka qenë komplet pjesa e familjes që ata ma mundsuan domethënë pjesën e blerjes violinës, pjesën e shkollimit domethënë që më kanë çuar edhe pjesa e liceut, ka qenë e gjithë familja domethënë. Me që ti je një person që i bie luan me violinë. Çfarë muzikash dëgjon?
Edhe pse ne jemi instrumentist klasik, nuk para i dëgjojmë shumë, sidomos. Jashtë pjesa ne më shumë dëgjojmë muzikën moderne, sepse unë që tash që merrem me pjesën e live-it, muzikës live. Normalisht më shumë na interesojnë të dëgjojmë këngë të tjera, domethënë që të mësojmë këto këngë të muzikës live, balada shqiptare, balada tuaja, domethënë janë shumë popullore? Shumë pak. Të popullore nuk kanë futur, domethënë sepse të pëlqejnë? Po, ama nuk e gjej dot veten aty. Nuk arrit dot ta luaj tamam siç duhet, pjesën e popullores. Sepse ka edhe pak teknikat e saj, domethënë. E kuptoj. Klasikja ka violinën, popullorja kë ka? Klarinetën. Është sigurt, të Shqipërinë është klarineta është mbreti i popullores. Cili nga se e frymëzuar ti për të nisur? Ka qenë pjesa që thash në fillim, domethënë ka qenë orkestrat e radios, domethënë orkestra e operas, domethënë që duke e parë në televizion, domethënë ka qenë aty nisja gjëja e parë, pastaj normalisht zhvilluar duke parë dhe koncerte, sidomos te, domethënë në Tiranë dhe aty nisi gjitha pastaj. Ky është një pasion, është e lindur domethënë si gjë, apo dhe unë mund të çohem nesër nga mëngjes nga gjumi dhe të them do bëhem violiniste, do nis kursin. Mund ta nisësh të paktën do të nisësh që në fillim, domethënë është në mosha shumë të vogla. Në moshë të madhe nuk mund ta nisësh dot sepse nuk arrin dot ta mësosh. Është sepse janë pjesa e dorëve, është në momentin që të rritesh piqet pjesa e dorës, domethënë normalisht është pak më e madhe, nuk arrin dot që të vendoset pozicionin siç duhet i dorës. Sepse janë pjesë teknike pastaj të violinës që po të hysh janë shumë të vështira. Mbajtja e harkut, vendosja e dorës maj, domethënë shumë gjëra, shumë teknika që një madh, një i rritur nuk arrin dot i bëj. Një fëmijë të vogël ja mëson shumë herë më thjesht. E kuptoj. Publiku shqiptar sa e don violinën? Si janë marrëdhëniet? Këto kohë të fundit ka nisur shumë që e preferojnë shumë, sidomos te pjesa, sepse u merrem me pjesën e dasmave, koktelet e dasmave dhe 2 vitet e fundit që kam punuar të paktën ka qenë shumë e preferuar. Cila është shuma më e madhe që ke marrë kur ke performuar? Shuma më e madhe ka qenë sepse pjesa e kokteleve dasmave është 1 orë maksimumi që ose në një performancë që mund të bëjmë brenda dasmës dhe maksimumi që si çmimin e lëvizim diku te 400-500 euro. Ama shuma më e madhe që është hedhur te pjesa e bakshisheve ka qenë diku tek 1000 euro. Për 2 orë punë. Çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Kjo është pyetje që nuk i dot nga unë, pa u përgjigj për këtë. Shumë mbështetës, domethënë është diçka domethënë që ta afron shumë afrueshëm si emision. Nuk është se të ndihesh në siklet për shkakun, nuk është se pra dëgjoni ju të gjithë që ka komente negative. Shikon çfarë thot djali. Të falenderoj, ishte kënaqësi për këtë bisedë, je një djalë fantastik dhe të uroj shumë suksese, por nuk e kemi mbaruar. Tani do të nisim një rubrikë të shpejtë ku ti do përgjigjesh brenda 3 sekondave pa u menduar. Je gati? Po. Klasike në teatr apo moderne në klub? Moderne në klub. Harku i thyer apo korda e këputur në mes të skenës? Harku i thyer. Dasëm shqiptare apo koncert recital? Dasëm shqiptare. Bach apo Mozart? Bach. Violinë akustike apo violinë elektrike? Të dyja kanë shije dhe sa për mua për momentin është elektrika. Playback apo live me gabime? Normalisht live. Suksesi vjen nga talenti apo nga puna e palotshme? Të dyja kanë përqindjen e saj, ama pa punë nuk mund ta bësh dot me talent vetëm. Serenati në dritare apo performancë në skenë të madhe? Performancë në skenë të madhe. Të dëgjosh dikë që i bie violinës keq apo të qëndrosh në qetësi totale? Të qëndrosh në qetësi totale. Atëherë përpara se të performosh, unë dua një këshill për të gjithë fëmijët apo të rinj që sapo kanë marrë në dorë violinën. Mos e demoralizohen që në hapat e para, sepse violina është një instrument shumë i vështirë dhe ama sapo e nis, duket domethënë e shef çdo gjë që sa do ecësh. Kështu që mos e demoralizoni që në fillim. Vazhdoni dhe punoni sa më fort sepse ja arrini një ditë. Tani është koha e performancës. Sa e bukur kjo pjesa fundit.
Tani, do më mësosh dhe mua se si I bie violinës. Patjetër. Po, çfarë duhet të bëj tani? Fillimisht do të vendosë te pjesa e qafës. Këtu, pra, vendosë këtu. Tu. Dhe gjithmonë pjesën e qafës duhet mbështetur te pjesa e gushës këtu. Pra. Gjithmonë mbështetur këtu. Edhe me thonjë gjata nuk mund të luash dot. Po çfarë bëj tani? Ku ti Jo, s'ka problem, ti vendosi këtu. Dhe dora gjithmonë kaloj tu, s'ka gjë. Mos e mbështet, ti vendose, rrumbulla kose nga sipër, ashtu. Po, është okay? Po, okay. Ti kjo do të mbështetur. Okay. Po si mund ta marr kokën kështu? Po, do të rrej gjithkohës, edhe pesha e violinës do të mbahet me qafë, jo me dorë. Okej, normalisht në këtë moment ti po e marr me dorë, po që mbahet gjithmonë me qafë. Pjesa e harkut pastaj, janë punë secila në vete. Ishte këto. Pra, nuk kapet harku I gjithë, siç vendoset dora. Vendoset këtu dhe pjesa e gishtit të madh kalon nga sipër. Kjo kalon nga sipër. Çfarë bëj tani? Ai thjesht të riq harkun dhe harku gjithmonë luhet te pjesa hapësirës boshe këtu. Edhe dora e harkut. Okej. U knaqe? Po. Edhe unë u knaqe, mësova dhe violinën. Tani vjen keq, po ta mora famën, ta mora suksesin, të gjithë njerëzit do më duan mua në përdasma, në evente të ndryshme. Sidomos gocat jemi preferojnë shumë. Po pra, edhe një gotë si unë është për të preferuar, si mendon ti? S'të bëra pyetjen unë ty. Bjonda apo bruna? Bjonda. Si bjonde? Se kanë dhe këtë, si bjonde? Po se kanë të dashur me bjonde prandaj. Po të mbrune ma fut pastaj ajo. Okej, nuk mbyllet këtu emisioni, nuk mbyllet këtu intervista, do të flasim pak për dashurinë. Mos. Sa romantik është një violinist? Shumë fare. Sa, I bën të dashurës me këtë? Normalisht. Çdo natë? Para gjumit apo në mëngjes? E ve në gjumë me këtë apo pare si është moodi I saj domethënë. Si është zakonisht? Jo, zakonisht e qetë. Është e qetë. Po zakonisht. Çfarë pëlqen më shumë tek ajo vajzë? Tek pamja fizike janë sytë e saj. I ka blu? I ka jeshil. Bjonde me sy pa. Që ka e bukur ajo. Pas këshia, drejt. Po do me thënë një I dashuruar. Po, në këtë moment po. Në këtë moment që po flasi. Po. Super. Çfarë pretendoni? Çfarë do bëhet me ju? Të shohim se mos ndoshta dhe ajo I bie ndonjë instrumenti? Jo, nuk ka lidhje fare me pjesën e muzikës. Nuk ka lidhje. Serenati ke bërë ndonjëherë? Po normalisht. Si ja ke bërë ndonjëherë, më fol pak më shumë se unë vdes për njerëzit e dashuruar. Kam shumë qejf të dëgjoj për dashuritë. Aq më tepër nga një person që I bie violinës. Nuk e di, violina më duket sikur është instrumenti që u përket më shumë të dashuruarve. Po, është instrumenti. Prandaj dua të di më shumë. Si ishte kjo serenata? Ka pas momente, ka pasur shumë momente, kështu që kur jeni zën apo? Po, ka pas dhe kur janë pas zëngave. Ti ke shumë violinë. Një muzikë e qetë, domethënë, e qetëson shumë mirë. Nuk dua të të ngacmoj më shumë. Nuk dua të të ngacmoj më shumë, ti uroj shumë sukses dhe shpresoj të arrish aty ku ti do, edhe në dashuri patshi një fat të mirë dhe përfundofshi së bashku me shumë fëmijë. Shumë faleminderit. Faleminderit që erdha. Ja, pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11, mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.